Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jasi të shpëtoni nga fryrja e këmbëve brenda një nate të vetme, rezultati është një mrekulli. Receta me mente. Në gjysmë litër ujë shtoni 2 lugje elemente të tharë dhe vëreni të zjej për 20 minuta. Pastaj hiqeni nga zjarri, lëreni të ftohej dhe kollojeni. Në vazhdim ruajeni lëngun e mbledhur për një javë në frigorifer. Aplikojeni në këmbë kur i ndjeni të ëndura dhe të lodhura. Receta me dafin. Merrni disa gjete dafine dhe një enë me ujë. Mbushni një enë me ujë dhe hidhni në të gjetet e dafinës. Vendoseni në zjarr të vlojë për 20 minuta. Më pas largoheni nga zjarri dhe lëreni të ftohet pak dhe zhysni këmbët në të. Mbajini për 20 minuta, më pas vishni një palë çorape në mënyrë që të mbani të njëjtën temperaturë dhe për pak kohë. Bëni të njëjtën gjë çdo ditë dhe kështu ju nuk do të ndjeni më probleme me këmbët tuaja. Mjekët të rekomandojnë që ju ta ndiqni këtë procedurë të paktën për një javë çdo 6 muaj. Në rast se keni ëndje serioze të këmbëve, ndiqeni këtë procedurë dhe mund të përgatisni një dush me gjete dafine në mëngjes dhe në mbrëmje. Për të hequr qafe dhe djersitjen e këmbëve, bëni një dush përpara se të flini dhe hidhni 20 deri në 40 gjete dafin. Qëndrimi për një kohë të gjatë në këmbë mundet që të shkaktojë ëndje të tyre. Shumicën e rasteve ëndja është normale, por mundet që të jetë edhe shenjë e ndonjë problemi serioz në lidhje me shëndetin. Një sëmundje e tillë është edema, e cila ndodh kryesisht për shkak të akumulimit të lëngjeve në indet dhjamore të nën-lëkurës. Edema shkaktohet zakonisht nga shtatzania, plagosja, infeksionet në lëkurë, medikamente të ndryshme, hormonet, obeziteti, artriti, probleme me veshkat ose mëlçin. Ja çfarë duhet të bëni në rast se ju janë ëndur këmbët. Vendosni këmbët në një enë me ujë të nxehtë. Pas 10 minutash vendoseni në një enë të mbushur me ujë të ftohtë për 30 sekonda. Përsëriteni këtë 3 deri në 4 herë duke e përfunduar me ujë të nxehtë. Çaji i majdanozit. Një produkt tjetër shumë i mirë për ëndjen e këmbëve është edhe majdanozi. Ju duhet që të përdorni majdanoz të freskët bashkë me farat dhe rrënjët. Majdanozi është një diuretik tepër i shkëlqyer, i cili ndihmon në veshkat tuaja që të largojë lëngjet e tepërta nga trupi. Përgatitja. Prisni mirë gjetet dhe rrënjët. Vendoseni në një kullojës dhe këto të fundit vendoseni në një enë me ujë të valuar dhe lëreni që të zgjejë për 5 deri në 7 minuta. Hiqeni nga ena dhe më pas shtoni aty pak mjalt, limon ose xhenxhefil sipas dëshirës. Konsumojeni këtë përzierje çdo ditë në mënyrë që ajo të japë rezultate të menjëhershme. Para se ju të kryeni këtë kura të mjekësisë popullore, ju duhet që të konsultoheni më parë me mjekun tuaj, pasi jo çdo kur vepron njësoj tek të gjithë njerëzit. Këmbët e buta dhe të shëndetshme janë një nga dëshirat e çdo të rrituri. Pra nuk ka shumë rëndësi në qoftë se jeni burr apo grua kur vjen puna tek shëndeti i këmbëve. Siç dihet, janë një nga pjesët më delikate të trupit dhe çdo shqetësim në to do të thotë shqetësim i të gjithë trupit tuaj. Zgjidhjet për këtë problem mund të jenë të shumta, duke filluar që nga zgjedhja e këpucëve të duhura, ecja apo dhe trajtimi i duhur i lëkurës. Në këtë video ne do të ndalemi pikërisht tek trajtimi i këmbëve me disa mënyra tërësisht natyrale për t'i pasur sa më të buta dhe të shëndetshme. Çfarë ju duhet? 1 filxhan kafe krip, 2 filxhan kafe sodë buke, 1 limon i shtrydhur, 10 pika vaj esencial, trëndafili apo livando dhe ujë. Si të veproni? Mbushni një kovë apo legen me ujë të vakut ose të nxehtë dhe brenda shtoni të gjithë përbërësit. Është me rëndësi që uji të jetë disi i ngrohtë, në mënyrë që ju të merrni rezultatin e dëshiruar.
Pasi ju të keni hedhur kripën, sodën dhe limonin, zgjidhni vajin tuaj esencial të preferuar. Nëse këtë radhë nuk ju gjendet një në shtëpi, mund të anashkaloni këtë hap dhe të përdorni vetëm përbërësit e tjerë. Kështu, me të përgatitur ujë, zhysni këmbët e pastra në të dhe lërini të pushoj për 30 minuta derisa uji të fillojë të ftohet plotësisht. Gjatë kësaj kohe her pas here mundet t'i fërkoni këmbët me njëra tjetrën pa I nxjerr ato nga uji. Më pas thajini lehtë me peshqir dhe përdorni një lim apo gur të posaçëm për këmbët për t'i limuar ato. E gjithë lëkura e vdekur duhet të eliminohet në këtë mënyrë. Kini kujdes të mos I dëmtoni këmbët tuaja teksa I limoni, duke ushtruar shumë presion mbi to. Pasi ju ta keni bërë këtë proces për disa minuta, shpëlajini këmbët tuaja me ujë të pastër dhe thajini ato sërish. Në fund, kur ato të jenë të buta dhe të pastra, lyeni me pak krem dhe pushoni për disa minuta. Nëse ndjeni se ju fryhen këmbët sapo afrohet stina e nxehtë e verës, nuk jeni të vetmit. Kjo është një simptom shumë e përhapur kryesisht tek gratë dhe tek vajzat. Fryrja e këmbëve dhe e duarve mund të shkaktohen nga një sër arsye shëndetësore, por edhe nga disa faktorë të jashtëm që ndikojnë trupin. Ndjesia e gjymtyrëve të rënda, të cilët duket sikur do të marrin flag nga momenti në moment, nuk është as pak e pëlqyeshme. Kjo gjendje mund të kthehet në një bezdi dhe në një pengesë në përditshmëri, duke ju bërë të ndjeni të lodhur fizikisht. Ka disa arsye se përse temperaturat ekstreme indikojnë kaq shumë këmbë dhe fryhen pa pushim. Në këtë video ne do të tregojmë se përse ndodh ky problem. Rritja e temperaturave dhe ardhja e stinës së verës do të thotë këpucë më të lehta, me kyçe dhe këmbë më të zbuluara. Nëse për shumë njerëz kjo periudhë është shumë e pëlqyeshme pikërisht për këtë fakt, ekspozimi ndaj nxehtësisë mund të jetë shkaku I rëndesës së trupit tuaj. Ky fenomen nuk është gjë tjetër veç se një reagim normal I trupit, përveç rasteve kur nuk vuani nga sëmundje të rënda. Kur trupi ndjen shumë nxehtësi për periudha të gjata, venat të zgjerohen, duke I lejuar lëngjet e tij të kalojnë në sasi të mëdha. Zgjerimi I këtyre venave ndodh si një proces natyral ku organizmi kërkon të rregullojë temperaturën e brendshme të tij. Për shkak të gravitetit të gjakut që rrjedh shumë shpejt dhe shkon me shumicë në zonën e këmbëve, duke u kthyer në një problem për pjesën tjetër të trupit, ku përveç këmbëve të rënduara, as zemra nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Pra, ky reagim për t'u vetë ftohur çon në fryrje dhe rëndes të këmbëve për shkak të gjakut I cili mblidhet në fund. Çfarë e përkeqëson fryrjen e këmbëve? Kripa. Kripa e tepërt në ushqime dhe konsumimi I saj në përditshmëri bën që në trup të akumulohen lëngje dhe ujëra të tepërta. Qëndrimi. Qëndrimi për kohë të gjatë ulur apo në këmbë mundet që të mbledhë gjithashtu lëngjet e trupit. Për shkak të forcës së gravitetit, qëndrimi në një pozicion mund t'i mbledh ato vetëm në një pikë, pra në këmbë, duke shkaktuar fryrje. Mosha. Mosha është diçka që s'mund ta evitoni, por teksa ajo kalon mundohuni të bëni kujdes me stilin e jetesës. Arsyet se përse ky problem shtohet me kalimin e viteve lidhet me nivelin e paktë të gjakut që zemra pompon. Në këtë mënyrë, pjesa më e madhe e gjakut dhe lëngjeve të tjera të trupit mblidhet në pjesën e këmbëve. Mënyra si ta evitoni. Nëse fryrja e këmbëve tuaja shfaqet vetëm gjatë periudhave të nxehta të verës, sigurohuni që të evitoni nxehtësinë. Ngrini këmbët lart kur të shkoni në shtëpi. Mos qëndroni gjatë pa lëvizur dhe hidratohuni vazhdimisht. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos I përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse I keni dëgjuar
dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.